Kasem Lila, 56 vjeçari që vrau gruan e tij në fshatin Ndroj, që shfaqur në gjendje të rënduar psikologjike në gjykatën e krimeve të rënda, ku u njoh me masën e sigurisë arrest me burg. Seanca zhvilluar me dyert të mbyllura nga gjykata, por mësohet se Lila e mësoi në sallën e gjyqit vdekjen e bashkëshortes së tij. 56 vjeçari ka treguar para gjykatës se konfliktet me gruan e tij kishin nisur pas ndërprerjes së kempit nga ana e institucioneve shëndetësore. Kjo gjë ka sjellë edhe probleme ekonomike në familje dhe shpeshherë çifti grindej me njëri tjetrin. Autori i krimit ka treguar edhe momentin kur u vra gruaja e tij, Fize Lila. Sipas Kasem Lilës, ai ka tentuar disa herë të vriste veten dhe ditën e ngjarjes ka marrë çiften e të vëllait. Por ka qenë ky i fundit që ka ndërhyrë duke mos e lejuar të qellojë mbi veten. Nga ky moment, sqaroi 56 vjeçari, nuk mban mend asgjë tjetër se çfarë ka ndodhur. Të dielën e kaluar, Kasem Lila qelloi mbi gruan e tij 41 vjeçare duke lënë të vdekur në vend, ndërsa plegosi kunatën e tij, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën.